Okej. Kemi ardhur në pjesën e dytë të The Voice of Albania, më saktë në Voice of Porto Channel, siç e pam Almën e zgjodhi Zysh Alma, por duhet të sqarojmë diçka për publikun. Nëse një nga anëtarët e jurisë ngre kokën, atëherë ai e ka zgjedhur. Në fakt, unë kur e mendoja shpar thash me vete, nëse do merrja pjesë ke The Voice, do zgjidhja veten time për mësues. Pse ja? Jo se kam ndonjë gjë me ju jurin e dashur, jeni shumë profesionist, po me veten time ndihem shumë mirë. A? Duhej një batute fort, besoj, duhej. Ledion, unë mendoj se ti ke nevojë për i shpull fort. Për asnjë pra, tjetër. vazhdo se s'kemi kohë. Okej, do ftojmë tani në skenë një këngëtare të re që është aq e bukur sa që kur ja them dashurës time, ajo bëhet xheloze, luan menç. Po ç'ti bësh e bukur? Ftojmë në skenë Miriami! Okej. Hej. Hami, si shkoj? Nuk e di, jam shumë emocionuar. Se qaj kokën mi? Se unë normalisht këndoj dhe më mirë, po tash i këtu skena. Po tash i The Voice, si ka këto emocione. Atëre Juria. Nuk kam absolutisht as si vretje, madje ka kënu më mirë se originalja. Po arsyeja pse se çova kokën në këtë moment është sepse unë kam nevojë për general, se i kam tonë meshkën repartin tem. Edhe në kjo se do të zgjellsh aty, do ta kishin mendën të tjelle, s'do ta kishte kërkosh mendën të puna. E fart kjo. Okej. Atëre Ledion, më fal, Elton? Po. Bashkim, si e? I bashkangjitem mendimit të kolegut, si dritit, por mendoj që baby, I don't. Mendoj që ju, si këngëtare, patët paraqitje më të mirë se vetë originali, por I need some rock, baby. You know? Unë di dhe atë ta bëj. Okej. Me japësh mundësin. Por mua personalisht më duhet një zë burri, rock. Yes, babe. Okej. Ishte vendimi i Eltonit. Miriam. Më ke emocionuar shumë, më duk sigurisht vetë aty në skenë që po këndoja. Ke një veshje shumë të bukur, këpucë shumë të bukura, bizut janë shumë bukur, do më thënë në total je në harmoni, kupton? Prandaj ti hajde me mua, se të dua. Edhe unë të dua, edhe unë. Po? Më falë, si e kishe emrin zemër? Emrin? Emrin tuaj. Miriam. E shë? Prandaj të dua unë të... Hajde me mua, atëre. Dhe në fund, jo më pak rëndësishmja Zysh Alma. O Zot, sa më ke emocionuar. Gati, po përjetoja një deja vu. Kjo do thot që Alma është njeri me telepati. Unë dua... Kur Alma don, e ka zemrën e madhe dhe në të ka vend për të gjithë. Bravo, Alma. Faleminderit, Alma. Wow. Edhe unë fakt,
Kjo është mesnesh, ë? Desha të bëja një pyetje. Këto flokët, se edhe unë i kam pasur dikur kështu si ty, po këto i ke bërë me kështu difuzor apo me Ministrinë e Arsimit të Shqipërisë? Këtë nuk e kuptova si dhije. Ministria e Arsimit të Shqipërisë pra me mash. I ke bërë me mash? Jo, i kam natyrale. Sa i lezetshëm. I ke natyrale? Po, normal. Okej, tani kanë mbetur të zgjedhësh kënga trajnerët. Oh, zoti i madh, atëherë unë doja të thoja para se të them cilin zgjedh që ju vlerësoj të katërt dhe ju dua shumë dhe do doja me të katërt punoj, po kjo nuk lejohet, apo? Jo. Normale. Prandaj unë do zgjedh dikë që ma kanë këshilluar prindit sepse e duan shumë dhe prandaj unë zgjedh Miriamin. Bingo! Gja e bukur shumë. Faleminderit. Sa gjatë kam? Urime. Tek. Tu? Oh, Tek. fal. Okej. Sapo kemi ndjekur dy konkurrent, Zysh Alma ka zgjedhur Almën, kurse Zysh Miriami ka zgjedhur Miriamin. Tani ndeshja do shkojë mes dy titanëve, mes Eltonit dhe Sidritit. Çfarë do ndodhi? Vetëm një nga ju do marrë një, dhe tjetri do marrë po një. Okej, ndjekim një spot publicitar dhe linja për ju në studio!